Gjykata e Lezhës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 23 vjeçarin Amadeu Fufi, i cili u arrestua pas aksionit të policisë në Mamuras ku shoqëronte të shumë kërkuarin Leonardo Dema. Trupa gjykuese cilësoi të lishme arrestimin e të riut, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe kundërshtim të punonjësve të policisë së shtetit. Sipas hetimeve, në momentin e ndërhyrjes së forcave të policisë, Amadeu Fufi ishte i armatosur dhe ju ka drejtuar armën efektivëve, ndërsa dyshohet se tentoi të largohej duke rrezikuar jetën e uniformave blu gjatë operacionit. Ndërkohë, masa e sigurisë për Leonardo Demon është komunikuar në ambientet e spitalit të traumës në Tiranë, ku ai po merr trajtim mjekësor pas plagosjes gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Gjykata vendosi që Dema të qëndrojë në burg me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Ai rezulton i dënuar nga gjykata e Trentos me 7 vite burg për vepër penale tentativë vrasje sipas legjislacionit penal italian. Operacioni në Mamuras u zhvillua në kuadër të kapjes së personave në kërkim ndërkombëtar, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe veprimet e të arrestuarve gjatë përplasjes me policinë.